që sa që i japin fola për teorinë e gjasa. Ma gjasa kemi ne me besu që është e mundën me imri vota sa ata me imri po du me kaldu absurditetin e procesit ose të pretendimit të atyre të cilët përdojnë zgjedhje. Pyetja direkte, po veç që tu du të mënon. Dhe me thonë, kur pretendon me ndërtu një konsensus gjerë, e me zgjedh një president me shku zgjedhje, e në anën tjetër ton kuën flet për absurditetet e opozitës, për qëllimet e opozitës, qysh me arrit konsensusin? E kjo është më shumë. Ju thashë një temë shumë interesante, nëse jetu tentu me arrit kompromis me opozitën, e ton kuën e sulmon qëllimet e tyre në destabilitet me ato, qysh mu arrit kompromisin? Pyetja direkt është kjo. A është për juve vetë vendosin Vjosa Osmani kandidate konsensuale për presidente? Zonja Osmani nuk i ka pasur votat. Kush do? A i ka posë si ka posë, po flasim a është, që jemi tash pozitin që jemi sot, a është Vjosa Osmani kandidate konsensuale për vetë vendosin për presidente dhe a i një gjendje me i të rejtë dy kandidaturët të